nëpërmjet pushtetit gjyqësor mund të luftohet realisht korrupsioni. Se cila është situata sot me situatën në vitin 2011, unë ju rikujtoj ju dhe çdo shqiptari. Në vitin 2011, një zëvendës kryeministër, i cili po të largonte ministrat nga qeveria, erxonte qeverinë, jo që nuk mendoj në asnjë rast pas jo akuzue me një video falso të manipuluar 28 herë se ai kishte marrë në shfet 760.000 euro, çka ishte absolutisht gënjeshtër, sepse shkresa thoshte, sipërmarrësi thoshte se për shkak të mosbatimit të vendimit të gjykatës, gjykatës apelit për hidrocentralin që më takon, unë kam humbur gjersot 760.000 euro. Dhe Edi Rama dhe Filip Çakulli i paraqitën këto si 760.000 euro të marra nga Ilir Meta. Por Ilir Meta, për standardet e asaj qeverie, pa kërkuar fare prokuroria, heqjen e imunitetit, pa e kërkuar, me datën 14 janar, ka ardhur dhe ka paraqit dorëheqjen. Unë nuk shkoj në prokurori si zëvendës kryeministër. Ai që do më hetoj mua, do të më ketë mua qytetar si gjithë të tjerët. Si gjithë të tjerët. Të njëjtin akt ka bërë Fatmir Mediu. Ka dhënë dorëheqjen si ministër, ka dorëzuar imunitetin. Në të gjithë periudhën të 32 vjeçare, njeriu i vetëm që ka bllokuar hetimet për drogë dhe korrupsion është Edi Rama. Kërkoi antimafia italiane për Sajmir Tahirin heqjen e imunitetit dhe arrestimin. Nuk lejoj asnjërin as tjetrën. Tani është një me Belinda Ballukun. Është një me Belinda Ballukun dhe në fakt triumfoi në çdo gjë që diktoi gjatë këtyre 3 javëve. Gjë më absurde në botë nuk mund të kishte. Të pretendohet se pezullimi i Ballukut shkel kushtetutën apo paralizon qeverinë. Problemi është se pezullimi i Ballukut çelte derën e portën e ferrit për Edi Ramën, sa ai ka vjedh më shumë se Balluku në atë aferë. E sa ai në të gjitha dosjet është shumë më rëndë se sa Balluku.